الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم برسالته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من سلك نهجه إلى يوم دين ما بعد. Hamdi bëjmë Zotit Gjelle Taala për çdo mirësi që na jep. Ai është më meritori, cili meriton me të drejtë që ne ta madhrojmë, ta falënderojmë, ta lavdrojmë Gjelle Taala, duke thënë selamet të tona më të mira që Zoti na ka mësuar ndaj krijesës më të mirë që Allahu ka përzgjedhur, që Zoti me përcjell mesazhin e tij që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për krahët e tij që ka qenë familja, shokë dhe gjithë umeti i tij që ndjekin udhëzimet e mësimet e tij deri në kiamet. Vëllezër besimtar, Allahu Gjelle Taala në Kur'anin famlar, në mesazhin e tij të fundit për njerëzimin, sjell shumë shembuj me qëllim të parafrimit, të kuptimit të koncepteve, të parimeve në jetë që duhet na t'i kuptojmë drejt e që t'jetojmë në këtë jetë me udhëzimet e Zotit dhe pastaj nëpërmes këtyre udhëzimeve ta përfitojmë kënaqësinë e Allahut dhe shpërblimin e tij ditën kur dalmë para tij. Prej shembujve që Zoti ka sjellë në Kur'an është shembulli i kokrës së grurit, ku Allahu thot mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Shembulli atyre që japin në rrugën e Allahut, që shpenzojnë pasurinë e tyre për hir të Zotit, për sevap. Është si shembulli një kokre gruri që nxjerr 7 kallin. E në çdo kallin ka 100 kokra, ndërsa ajeti përfundon Allahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Përfundon ajeti, Allahu ja shumëfishon kujt të doj, Allahu është bujar, i madh dhe i gjithdijshëm. A ke menduar vëlla se që kjo kokra e grurit që Allahu e ka sjellë në Kur'an, që është një, pastaj nga ajo dalin 7 kallin, pastaj në çdo kallin ka 100 kokra, e që bie prej një kokre bohen pra 700 kokra gruri. Kjo kokër, e cila shumë e vogël, punohet, bëhet më vonë miell, bëhet bukë dhe vjen në sofrën tonë. Shpesh herë që kjo kokër është me një vend që unë e ti nuk ja dim ndoshta se emrin. Me na pyet në gjeografi nuk e dim se ku i bie në hartë. Por kjo kalon nëpër etapa, nëpër dur, nëpër munde, bujke tregtar, kalon oqeane, kalon dete, deri sa të vjen që kjo kokra e gruri që bart në vete 2 kuptime, 2 domethënie. E para në këtë kokër të grurit është i shkruar me emrijat. Ata që Zoti e ka caktuar për ty rrezik që ka me të ardhur në sofër, midis gilanit. Dhe e dyta, bartja e rrugëve se si ka me ardhur tek ti. Gjitha këto janë min tedbiri Lahi Azza wa Jalla li ibadeti. Këto janë prej atyre formave të rrugtimit ose rregullimit dhe administrimit hyjnor që Allahu e ka bërë se qysh me ardh rreziku tek unë. Siç e përmendëm, e ka lënë dorë pas dore derisa vjen me një dyqan në fshat në qytet, unë e ti shkojna e blemi domille dhe sjellmi në shtëpinë tonë, dhe këtë kjo bëhet me tedbirin e Allahut Gjelle Taala, me një rregullim hyjnor, një administrim, se ajo kokër e grurit ka qenë rreziku jam, po ku është nis, ku është mbjell, pastaj si është rrit, kush është kujdes për ta, Allahu i ka thënë disa shkaqe në këtë dunja, ndërsa ai i cili e ka rregullu çështjen rrezikut tëm edhe tëndet edhe gjithë njerëzimit para se ma arë në dunja, është
Allahu Jalla Ta'ala. Lukmani alayhi salam në këshillat që ja jep djalit vet i përmend Kur'ani, lidhet një prej këshillave të tij lidhet do thotë edhe me mesazhin e kësaj xumaje kur i tha u biri im, edhe nëse ajo vepër sa një peshë një kokër snapit. E kërkova min habbatil khardal. E kërkova do thotë çka që kjo khardeli në gjuhën arabe, në gjuhën shqipe do thotë thojnë snap. Disa kokra të vogla që bohen me lmesa. Lëpnë do të snapin e shikoni, sikur do rruzat vogla, që kjo snapin, në kuptimin e disa kokër, në dhe një kokër e vogël e snapit nëse është, e fshehur në shkëmbë, dikur me nej guri që atje. Në qije apo në tokë, Allahu do të asjellat. Që këtë du të me qenë, akidja jote, besimi jote, bindja jote ndaj Allahut. Se risku jem që mu ka shkru emri në koftë edhe në majet një gurit, në koftë në qiell edhe në tokë, aja ka marrë. Sa e bukur është një dua riskit kur thot, o Zot nëse risku jem është në qiell, zbritë në tokë. Nëse është larg afroje, nëse është thot në tokë, nxirre prej tokës. E nëse është thot në vetën time, ka më atë risk, o Zot çka? Jepi bereqet atij. Kështu duhet të ketë bindje besimtari për riskun, për një ndër gjana të cilët për fat keq muslimanët sot më shumti që i friksohen riskut. Ndërsa ai është i garantuar prej Allahut Jalla Ta'ala. Risku nuk vjen rastësisht, ai kalon për etapa, shkaqe të caktuara, që Allahu i ka kriju rrugët e tij që është më ardh. Ne nuk pretendomi sepse nuk jemi sufist që i mësomi njerëz me thonë rrëti shtëpia në kokër shtëpinë sa ai ka më ardh, ka me pikë pi qiellit. Jo. Mos t'i shkoj menja dikujt, as mi shku menja është gabim. Ne i mësomi muslimanët që të ketë bindje që risku jem, gruni jem, kokra e grunit tem është e caktuar. Edhe emrin e ka, Rashid Zulfiu, ka më ardh te ona. Dhe Allahu Jalla Ta'ala pastaj rrugët, etapat, shkaqet, mënyrat, se si vjen ai te risku, Allahu ka treguar huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur. Ai është që tokën u bëri të përshtatshme. Allahu po thotë ja bëri juve të përshtatshme. Andaj esni në për anët e saj dhe hani nga risku i tij dhe të ka është ringjallja. Pra sa e ecja në për tokë është risk. E qunë mëngjes, prej shtratit tënë, ke dalë prej shtëpisë, ke shku në punë, që e ecja jote që është me shku të riskuja që është i garantum, apo dikun më larg, apo dikun më afër. Pra puna jote, ecja jote, përpjekja jote, janë shkaqe që Allah i ka bërë mjete për më ardhë risku, dhe kjo është pej të dbirit Allah Jalla Ta'ala, është rregullimi dhe administrimi a Allahut për robët e tij se si i vin risku. Allahu Jalla Ta'ala ka përmendur në surën Kehf ashabul jannatan, një pronar i cili ka pas një dy kopshte që Zoti i ka dhënë bereqet. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Allah ka thonë kur ka hyrë bashkët vet, ai ka bëu vetit mizëri. Se ka marrë në kryt tavan. Çat ditë kur shqet koma jon, është çat ditë kur mendomi që risku, pasuria, aftësitë tona, gjithçka që kanë ardhur është për shkak meje. Në moment që thomi unë dini se na kena rrshit çdo. Që ky personi, Allahu që e ka sjell shembullin e tij në surën Kehf kur ka hyrë bashkët vet, ja ka nisë dhe ka çu kryt në tavan, edhe ja ka nisë mu lavdru para njerëzve, se krejt që ajo që peshini që të pasurin, e që të tillë nuk ka, nuk janë të pakt, po janë shumë që mendojnë se pasuria, veturat, tokat, fushat, malet, postet, këtë janë për shkak meje. Atëherë Allah Jalla Ta'ala do thot i ka zgjasu, ja ka hub Zoti, ja ka hub do thot të bereqete. E një shok aty që ka pas afër i ka thonë,
Masha Allah, la quwwata illa billah. Kur të hesh të shtëpia jote, kur të hesh mbashkët tonde, kur të shifsh pasurinë tonde, kur ta shifsh mirësitë tua, thuj mashallah, la quwwata illa billah. Veç ata që dën Zoti ka më bo. La quwa, nuk ka forcë, nuk ka gjendje, vetëse forca e Allahut xhelle taala. Andaj dashur vëllezër besimtar, çdo njëri prej neve duhet ta di se rreziku jon është i shkruar. Kokra e grunit tonë është e garantume, me emër, me mbiemër, me datë, me kohë caktume. Por ajo që duhet me ardhë tek na, i ka rregullat e saj. Ajo emrin e din se ka me ardhë një ditë tek ti. Ajo është hise jotja. Por rrugët, kohën, vonesat, pse vonohet ai rrezik? Pse nuk vjen kur unë e du, po kur don Zoti? Këto janë, këto nuk janë dorën tonë. Kë jep stabilitet, jep qetësi, jep qëndrim besimtarit në rrugën e Allahut xhelle taala dhe nuk e bën shpërqendrum, nuk e bën të stresum, nuk e bën të frikësum, por e bën me ditë se ajo çka është për mua rrezik ka më ardhur herët apo vonë. Dhe kjo është prej gjanave që duhet ta di besimtari, ta lidh zemrën me Zotin e vet, një zemër kur lidhet me Zotin, ajo qetësohet, ajo rahatohet, ajo mbushet me lumturi, mbushet me kënaqësinë e Allahut xhelle taala, që Allahu ma ka shkruar mua këta dhe unë them elhamdulillah. Kjo është ajo për cilën ne dëshirojmë që ta përcjellim si mesazh, që rreziku e din emrin tënd dhe mjafton ti me mbajt mend një ditë se e ke ndëgjuar një hutbe, e ke mësuar një ders se rreziku e din emrin tënd. Qatë ditë që frikësohës, qatë ditë që ki humbje, qatë ditë që ti nuk i fitu, qatë ditë që ti nuk i shit, qatë ditë, po vonohet puna, po vonohet do thot gjanat në këtë jetë, ti thu ka dalë se rreziku e din emrin tënd. E din emrin tënd dhe ka me ardhë me lejen e Allahut. Lutë Allahun xhelle taala që Allahu na jep rrezik që është halal, rrezik të cilën Zoti është i kënaqur, që formën se si ne e shfrytëzojmë atë, si ne punojmë atë, si ne shpenzojmë atë në jetën tonë, Allahu jonë është i kënaqur dhe lutë Allahun xhelle taala që rrezikin të na shton në shtëpia tona, në kohë tona, në avlatët tonë, atë që e kemi na ruan Zoti dhe të na shton bereqetin në to. Hadha sallallahu ala nabina.